Selam aleikum të nderuar shikues të podcastit të Meftinis së Tetovës, mesazhe islame. Vazhdojmë me podcastin e radhës edhe kësaj jave, ku sot në këtë podcast kemi nderin e kënaqësinë që mysafir ta kemi hoxhën e nderuar nga fshati Pirok, hoxhën Nedim Efendi Zeqiri. Selam aleikum hoxhë nderuar dhe mirëseardhët në podcast. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Arsim Efendi, fillimisht të falenderoj për ftesën që më bë që edhe unë të jem pjesëtar i këtij podcasti. Podcastin me titullin Mesazhe Islame, ku sot bashkërisht do mundohemi që për popullatën tonë, për teleshikuesit tanë, të japim një mesazh islam. Allah ju shpërblet që edhe ju e pranuat ftesën dhe jeni sot në këtë podcast. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, sot kemi një temë vërtet interesante. Është një temë shumë aktuale që e tangon çdo të ri. Është një temë që ka të bëjë me të gjithë ata njerëz, sidomos me të gjithë ata të rinj të cilët ndjekin ëndrat e tyre që kanë qëllimet të arrijnë në jetën e kësaj bote. Tema e sotshme është njeriu për çdo gjë të cilën ai e dëshiron dhe kurthi i dëshirave dhe paqja e pranimit të realitetit. Hoxhë nderuar, me që jemi kjo temë është një temë vërtet interesante. Është një temë vërtet e bukur. Duke patur parasysh se jetojmë në një kohë dinamike, jetojmë në një kohë ku shumica e njerëzve, sidomos të rinjve, na thon shpesh ndiqi ëndrat, mos u dorëzo. Mirë po, jo çdo kush e din se çfarë ëndrash kemi. Na motivojnë, por pa e ditur se çfarë dëshirojmë ne, apo cili është qëllimi jon që të arrijmë në jetë. Çfarë këshilla mund na jepni në këto raste ku ne dëshirojmë që të ndjekim ëndrat tona, dëshirojmë që të arrijmë diku, çfarë mund na këshilloni? Tani, Arsim Efendi, është shumë e vërtet që jetojmë në një moment kur njeriu me të vërtet bombardohet me një mesazh, e ai mesazhi i cili është ndjeki ëndrat tua dhe bëj çdo gjë çka dëshiron ti. Dhe për këtë shkak, duke u nisur nga ky mesazh, shohim se sot me të vërtet njerëzimin apo njeriu bashkëkohor e ka kapluar një sëmundje. Sëmundja e të pasurit gjithçka. Sot moderniteti apo shoqëria moderne, njeriu është duke e bombarduar me një mesazh, i cili mesazh është se ti mund të arrish gjithçka që dëshiron në jetë, mjafton vetëm të kesh ëndër. Mirë po tani ne kemi një problem me këtë mesazh. Cili është problemi? Problemi është se nga natyrshmëria e njeriut, nga natyra njerëzore, njeriu është një qenie që dëshiron dhe ka dëshira. E njeriu çdo herë dëshiron shumë e më shumë. Për shembull, njeriu çdo herë do dëshiroj më shumë pasuri. Njeriu çdo herë do dëshiroj më shumë pushtet, do të dëshiroj të ketë respekt më të madh në mesin e shoqërisë. E tani, duke u nisur nga ky mesazhi se ti do arrish gjithçka, vetëm mjafton të kesh ëndër, në momentin që njeriu nuk i realizohet ndonjë ëndër, nuk i realizohet ndonjë dëshirë, çfarë ndodh? Ai njeri bie në ankth, bie në stres. Po, ky lloj mesazh e çon që njeriu të futet në një iluzion. Iluzionin se ti mund të arrish gjithçka që dëshiron. Për këtë shkak Allahu xhaleshanuhu në një ajet të Kuranit famëlart në mënyrë pyetëse arrin që njeriu të nxjerr nga iluzioni në realitet. Allahu xhaleshanuhu me ajetin 24 të surës An-Najm na drejtohet duke na thënë: Bismillahirrahmanirrahim. Emlil insani ma tamanna. A është për njeriu çdo gjë që dëshiron njeriu? Do të thonë Allahu xhaleshanuhu me anë të kësaj pyetjes retorike nuk dëshiron që njeriu t'ia thijë shpresat, por nga ana tjetër dëshiron që njeriu ta bijë në realitet, se do të thonë jo çdo dëshirë se e ka njeriu ajo do të ndodhje. Allahu xhaleshanuhu neve ma bën të qartë se në këtë botë do të ketë edhe raste kur ndoshta ndonjë dëshirë e jotja nuk do të realizohet. Është interesant se fjala që përdor Allahu xhaleshanuhu në këtë ajet kuranor, tamanna, kur e shikojmë në gjuhën arabe, e ka për qëllimin jo çfarë do dëshire, por e ka për qëllimin dëshirat e kota, dëshirat e zbrasta. Të padobishme. Ka për qëllim ata ëndra të cilët janë pagjerës, janë të kota. Allahu xhaleshanuhu mesazhin e parë që don të na tregoj neve dhe që nxjerrim ne nga ky ajet kuranor është se don të tregoj njeriu se o ti njeri, kjo botë nuk funksionon në bazë të dëshirave tuaja. Por kjo botë funksionon në bazë të rregullave,
të ligjeve që i ka caktuar Allahu xhaleshanuhu, dhe se ahireti, bota tjetër, nuk mund të fitohet vetëm se ka dëshirë njeriu, pa mos u angazhuar, pa mos vepruar njeriu për fitimin e botës tjetër. E kjo është ai mesazhi i parë, Arsim Efendi, që ne mund ta nxjerrim nga ky ajet i Kuranit famëlar. Unë ndurar se këtë ajetin shumë bukur dhe është kuptim plot normalisht, si çdo fjalë Allahu xhaleshanu, por është interesant fakti se ky ajet u zbrit për idhujtarët Mekas. Dhe tash lind pyetja, a ndodh që edhe ne sot bëjmë këtë kurth? Dhe domethënë të kemi dëshira të mëdha, por mos bëjmë asnjë përpjekje konkrete për të realizuar dëshirat. Arsim Efendi, në fakt edhe kjo është e thelbi. Nëse do dëshirojmë që të hijmë më thellësi dhe për të kuptuar mesazhin e këtij ajeti ashtu siç duhet, padyshim që njëherë duhet të kthehemi tek librat e tefsirit. Nëse marrim dhe nëse shohim se çfarë kanë thënë dietarët e mëdhej të tefsirit, si Imam Kurtubiu ose Ibn Kathiri, shohim se ata e kanë shpjeguar në mënyrë shumë interesante shkakun e zbritjes së këtij ajeti. Ashtu siç përmendet edhe ju, ky ajet zbriti për mushrikët e Mekës. Mushrikët e Mekës kanë besuar në idhuj, në statuja. Allahu xhaleshanuhu në disa ajete paraprake flet për këto idhuj, si Lat, Uzza dhe Menat. E tani çfarë bënin mushrikët? Mushrikët, krahas atyre që e adhuronin këto idhuj, këto puta, thoshin edhe një fjalë interesant. Thoshin, për arsye se ne jemi duke i besuar këto do jenë ndërmjetësuesit tan tek Zoti. Domethënë, mushrikët e kishin bazuar fen e tyre në një iluzion. Ata e dëshirojnë shpëtimin në botën tjetër, duke mos e besuar tauhidin, njëshmërinë e Allahu xhaleshanuhu, duke mos e besuar Zotin ashtu siç duhet, duke mos vepruar punë të mira, por duke mbajtur një shpresë të kotë tek idhujt. Ndërsa Ibn Kathiri në tefsirin e tij ep edhe një transmetim tjetër. Ibn Kathiri thotë se shkaku i zbritjes së këtij ajeti ka të bëje me parinë mekase, me ato që ishin udhëhecësit e qytetit të Mekës. Edhe paria mekase thonte një fjalë shumë interesant. Thonte kështu: edhe pse nuk ka botë tjetër, por në qoftë se do ketë botë tjetër, Zoti ashtu siç na ka ndëruar në këtë botë, na ka dhënë pushtet, sa ato ishin udhëhecësit e qytetit të Mekës, dhe na ka ndëruar se vim nga një fis shumë i ndershëm siç ka qenë fisi Kurejsh, do e mos që Zoti pa dyshim se edhe në botën tjetër do të na ndëroj dhe do të na hapë nder. Privilegj. Po, domethënë edhe paria mekase i zhitur një iluzion i përbor nga një shpresë të kotë. Siç thash, fjala temenna kishte bëje me shpresa të kota, me ëndër pa gjers. Allahu xhaleshanuhu pikërisht e zbriti këtë ajet kuranor që t'i tregoj njeriu se kjo gjë nuk është e vërtetë, kjo iluzion, dhe ta nxjerr në realitet, duke thënë emlil insani ma temenna. A është për njeriu çdo gjë që dëshiron njeriu, duke ja bërë me dije njeriu se shpëtimi nuk arrihet vetëm me imagjinat. Po shpëtimi në botën tjetër është i ndëlidhur ngushtë me drejtsinë absolute të Allahu xhaleshanuhu. Thënë në një mënyrë tjetër për ta kuptuar të lishikuesit, në botën tjetër një njeri nuk do të shpërblehet ose nuk do të dënohet vetëm se këtë dëshiron njeriu. Jo, po çdo njeri, qoftë për ndëshkimin, qoftë edhe për shpëtimin, ka të bëje me veprat që i ka bërë njeriu. Domethënë, me drejtsinë absolute të Zotit dhe me veprat që i ka bërë njeriu. Fatkeqësisht, ky lloj mentaliteti i mushrikëve të Mekës të asaj kohe, ne e hasim shumë edhe në mesin tonë. Ne sot nuk i adhurojmë statujat, sikur i kanë adhuruar ata. Mi po shohim se njerëzit sot adhurojnë rahatin. Ne kemi shumë njerëz të cilët për shembull thuan, Zoti është falës, ai do më fal mua. Mi po kur e shikon, ai njeri nuk është se kërkon se bën taube, nuk është se kërkon istighfar, falje që Allahu xhaleshanuhu ta fal. Po ashtu hasim njerëz të cilët thuan, unë do e fitoj xhenetin.
Mi po kur I shikon veprat e tij, nuk është se ky njeri I bën ndonjë vepër për ta fituar xhenetin. Zemrën e kom të mirë. Po zemrën e kom të mirë, edhe mi po ku ja sheh aspektin e veprave e sheh se është shumë I dobët. Nuk është se punon shumë për ta fituar xhenetin. Kjo është njëjtë sikur një student I cili gjatë gjithë vitit nuk e ka hapur fare librin të lexojë, e pastaj ku vjen koha e provimit thot inshallah do e kaloj provimin. Do me thonë, fakti si ky student e njeh Zotin, edhe mbështetet tek shpresa e Zotit dhe thot inshallah unë do hap provimin, nuk do me thonë se ky student do hap provimin, sepse Allahu xhaleshanuhu ka caktuar rregulla. Është njëjtë sikur një njeri I cili thot inshallah do bëhem I pasur. Mi po kur I shikon ky njeriu nuk angazhohet, as punon për të bërë I pasur. Dhe me thënë, kjo nuk është të ke shpresë tek mëshira Allahu xhaleshanuhu, por kjo është një iluzion që e ka njeriu. Keq kuptohet me një fjalë mëshira Allahu xhaleshanuhu. Po, keq kuptohet mëshira Allahu xhaleshanuhu. Mendojnë njerëzit se mëshira Allahu xhaleshanuhu do vi pa një far angazhimi. Që të shirohemi ne nga kjo gjendje, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith të tij I cili e transmeton Tirmidhiu e ka përshkruar shumë mirë, shumë bukur dallimin ndërmjet njeriu të mençur dhe njeriu I cili është I pavë dhe I dobët. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam el-qayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut. Thot njeriu I mençur është ai njeri I cili e kontrollon, e llogarit veten e tij dhe pastaj punon për ahiretin. Dhe vazhdon dhe thot wal ajizu man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dërsa thot ai njeri I cili është I paaft, I dobët, është njeriu I cili vepron sipas epsheve të tij e pastaj ka shpresë të kot tek mëshira e Allahu xhaleshanuhu. Shikoni sa bukur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na bën tërqat dhe na përshkruan njeriu I cili është I paaft. Në shoqërinë tonë, në mesin tonë, kur themi një njeri I dobët, I paaft, neve menjëherë na shkon mendja ke një njeri I cili nuk ka pasuri ose nuk ka fuqi. Mi po Muhamedi alayhis salam na tregoi ndryshe. Na tha njeriu I paaft është ai njeri I cili vazhdimisht I ndjek epshet e tij, nuk punon edhe pastaj ka shpresë tek mëshira Allahu xhaleshanuhu. Ne varësisht me fendi Islami na ka mësuar diçka tjetër, krejtësisht tjetër. Neve Islami na ka mësuar një balans. Neve Islami na thot shpresa tek mëshira Allahu xhaleshanuhu është e vlefshme vetëm ku ka angazhim, ku ka vepra. Njëherë njeriu angazhohet, punon, gjersitet e pastaj edhe me shpresën Allahu xhaleshanuhu shpreson që të jetë fitimtar si në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. Do thonë realisht duhet të ketë një kombinim të fryqshëm mes mëshirës së Allahu xhaleshanuhu dhe punëve të njeriu. Punëve dhe veprave të njeriu. Pa mëshirën e Allahut sado që të punosh është e kot, po pa punë sado që të shpresosh realisht në mëshirë. Po. Edhe ajo deri diku themi ashtu është e kot. E kot. O gjendëruar, me që kohëve të fundit ne I shohim të rinj kanë shumë stres, ankth, kur nuk u realizojnë qëllimet, kur nuk I arrin qëllimet, stresohen, disa bile hyjnë edhe në depresion. Dhe është fakt që pastaj kjo ndikon në jetën e tyre. Në psikologji, do të thonë quhet ndryshe terapia e kësaj, terapia e pranimit. Do të thonë se si ta pranosh realitetin. Mirë, po çfarë thot Islami për këtë aspekt? Arsime fendi, këtu vjem edhe tek ajo dhimbja më e madhe që e ka sot njeriu modern. Sot në psikologjinë moderne është e njohur shumë një metodë, një terapi, e cila ka emrin terapia e pranimit. Kur me anë të kësaj terapie, psikologët modern mundohen që ta trajnojnë njeriu, që njeriu jo të jetë vazhdimisht në luftë mes realitetit dhe atyre dëshirave që njeriu ka, por mëson njeriu që njeriu thjesht duhet ta pranoj realitetin. Pranimi I realitetit do I sjell njeriu një jetë më të qetë dhe një jetë larg stresit dhe ankthit. Ndërsa Islami dhe mësimet kuranore këtë lloj terapie, arsime fendi, e çon edhe një nivel më të lartë. E Islami këtë lloj terapie e quhen me emrin riza. E çfarë është rizaja? Rizaja është kur njeriu me kënaqësinë më të plot e pranon caktimin e Allahu xhaleshanuhu. Kjo është riza. Të jesh
i kënaqur me caktimin e Allahu xhaleshanuhu. Pse është rizaja kaq shumë e rëndësishme? Shohim se shembull disa dietar islam, sikur Ibn Qayyim el-Jauziu, e ka quajtur rizan edhe si xhenetu dunya, xheneti i botës. Pse valle ka quajtur në këtë emër? Sepse njeriu i cili është besimtar, në momentin që i mbyllet një dyer, njeriu besimtar nuk bie në ankth dhe në sret, sepse ai ka arritur të kuptojë disa gjëra. E para, se jo çdo dëshirë e tij do pranohet, do e mos, dhe e dita, Zoti këtë lloj dere që e ka mbyllur, do e kompenzoj me diçka edhe më të mirë. Ose e ka mbrojtur nga një dëm edhe më i madh. E kur njeriu arrin ta kuptoj këtë gjë, njeriu atëherë arrin që të ketë një qetësi shpirtërore. Qetësinë shpirtërore të cilën vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përgëzuar në një hadith të tij. Në Sahihul Muslim kemi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë: "Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kulluhu khair." Thot Muhamedi alaihi salam, është e çuditshme çështja e besimtarit. Me të vërtet e gjithë çështja e tij është khair, është mirësi. Momentin që njeriu i vjen ndonjë begati, edhe e falemderon Allahun xhaleshanuhu, kjo është në të mirën e tij. Pse është në të mirën e tij? Sepse njeriu tregon që është robër falemderues. E din që kjo begati është nga ana e Allahut xhaleshanuhu. Po në momentin që e goden ndonjë fatkeqësi, ndonjë e pakëndshme, ndonjë musibet, e njeriu bën sabër, durim, edhe kjo është në të mirën e tij. Pse? Se njeriu tregon që është njeri që bën sabër, bën durim. Allahu xhaleshanuhu ka thënë që do i shpërblej shumë durimtarët. Do të thonë, Arsim Efendi, kjo është terapia më e madhe. Terapia më e madhe është kur njeriu e kupton se në qoftë se ka bërë ndonjë plan dhe ai plani ecë ashtu siç duhet, njeriu thot elhamdulillah, falënderon Allahun xhaleshanuhu. Po në qoftë se ai plani nuk ecë ashtu siç duhet, prap njeriu e falënderon Allahun xhaleshanuhu. Dhe ajo çka kërkohet nga njeriu është që njeriu jo të ketë ankth, jo të bëj stres, po të kthehet tek mirënjohja. Tek mirënjohja për atë që ka sot. Me të vërtet, kënaqësinë që do e ndjej njeriu në momentin që do e kuptoj realitetin dhe do jetë mirënjohjes për atë që Allahu xhaleshanuhu ja ka dhënë, do e ketë kënaqësinë më të madhe se sa kënaqësinë që do e ndjej në momentin që do jetë plotëson ndonjë dëshirë. Pse? Se dëshirat e njeriu janë të vazhdueshme, nuk përfundojnë asnjëherë, janë të pafundshme. Ndërsa mirënjohja, nëse një herë të hyjë në zemrën tënde, atëherë ti do jesh i rehatshëm, do kesh qetësi derisa të takosh Allahun xhaleshanuhu në botën tjetër. Me të vërtet, njeriu është i pangopur, si me dëshira, si me kërkesa. Mirë po shumë bukur e treguat se në momentin që e pranon atë urtësinë Allahu xhaleshanuhu në çdo sprov apo mirësi që ja çon, atëherë do gjera atin e përjetshme ta themi ashtu edhe këtë botë edhe në botën tjetër. Hoxhë ndruar, për ta përmbyllur, betejë më e madhe e njerëzve, njëve si njerëz, është që ta kuptojmë, ta ngulitim në mendjet tona se jo çdo gjë që ne e duam është e mirë për ne. Mirë po është shumë e rëndë për të arritur këtë. Mund të na tregoni pak si arrihet urtësia e Zotit? Cili është mesazhi juaj final për shikuesit dhe ndëgjuesit? Si ta arrijmë atë nivelin që themi kjo s'është e hajrit ndoshta për ne. I dorëzojmë Allahu xhaleshanuhu, çfarëdo që më së miri. Allahu e din më së miri. Çfarëdo që më jep Allahu, jam i kënaqur. Tani Arsim Efendi, ne duhet të kuptojmë fillimisht diçka. Ne si njerëz, shikimin e kemi shumë të kufizuar. Ne shikojmë vetëm të tashmen. Dhe njeriu çdo herë shikon vetëm atë që ka parasive. Dhe njeriu çdo herë shikon vetëm atë pjesën e jashtme të gjërave. Nga ana tjetër, Allahu xhaleshanuhu është i gjithdijshëm. Është ai i cili e din dhe të tashmen dhe të ardhshmen. Është ai i cili e din gajbin, të fshehtën. Dhe Allahu xhaleshanuhu ndryshe nga ne e din dhe shikon edhe brendësinë e gjërave. Duke nisur nga kjo, ne si njerëz shpesh ndonjëherë ngulim kam kë një dëshirë. Me mish e me shpirt duana që ajo dëshirë të na plotësohet, duke qenë të bindur se ajo është më e mira për ne dhe vetëm aty është suksesi.
në momentin që nuk në realizohet kjo dëshirë, që ne jemi të bindur se është më e mira për ne, njeriu atër piklohet, hinë në stres. Mi për çfarë ndodh? Ku njeriu e kupton një ajet të Kuranit familart, atëherë me të vërtet gjatë gjithë jetës së tij do jetoj në rahati. E vallë cili është ky ajet kuranor? Allahu xhaleshanuhu në suratul Baqara në ajet kuranor shumë bukur, shumë qartë e sqaron këtë gjë dhe thot Bismillahirrahmanirrahim wa asa an takra'u shay'an wa huwa khairul lakum. Dhe ndodh që ju të urreni diçka e kjo të jetë më e mira për ju. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Dhe ndodh që ju të dëshironi diçka, por ajo të jetë e dëmshme për ju. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shihni sa bukur, çfarë fraze përdoren Allahu xhaleshanuhu në përmbylljen e ajetit. Thot wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Zoti e di e ju nuk e dini. Në qoftë se nga gjithë Kurani familart, njeriu e merr vetëm këtë frazën përfundimtare të këtij ajetit, Allahu e di dhe ju nuk e dini, dhe punon mbas të kësaj, mbas konceptit të kësaj fraze, më të vërtet më beso që nuk do të kish pasur njeri që do të kish pas gajle dhe stres në këtë botë. Pse? Se çdo gjë që do i kishte ardhur, ai do e di se Zoti e din më mirë çfarë është e mirë për mua. Ndoshta unë komenduar se kjo punë është e mirë për mua, mirë po nuk pas ka qenë. Dhe njeriu është i bindur se Allahu xhaleshanuhu do ja kompenzoj me diçka edhe më të mirë. Duke u nisur nga ky koncept, ai mesazhi që duam të përcjellim sot në radhë të parë për veten time, por edhe për teleshikuesit, është ky: mos u bëni robër të dëshirave, por bëni robër të Allahu xhaleshanuhu. Dhe jo çdo dëshirë e juaja do të realizohet në këtë botë. Dhe në momentin që nuk realizohet, mos bini në stres, mirë por bohuni mirënjohjes dhe boni nga ata njerëz të cilët do jenë të kënaqur me caktimin e Allahu xhaleshanuhu. Vetëm me këtë formulë, në këtë mënyrë arrihet qetësia dhe rahatia shpirtërore që sot fatkeqësi shumë njerëz nuk mund që ta gjejnë këtë qetësi dhe këtë rahati në shpirtin e tij. Këtë podcast dua ta mbylli me një lutje të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me një lutje shumë të bukur dhe madhështore. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është lutur: Allahumma inni es'aluka ridha ba'da al-qada'i. Amin. O Zot, unë kërkoj kënaqësinë, pranimin e plot të caktimit tënd. E ne lutim Allahun xhaleshanuhu në bëj për atyre njerëzve të cilët me kënaqësinë më të madhe, me pranim të plot, do e pranojmë çdo caktim të Allahu xhaleshanuhu, duke qenë të bindur se vetëm kjo është mënyra më e mirë që ne të arrijmë kënaqësinë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe të jetojmë një jetë e bërë larg nga stresi dhe nga ankthi. Allahumma amin. Sa stres, sa mërzi, sa dëshira, mirë po Allahu xhaleshanuhu për këto probleme i ka përmbyllur apo nga ka treguar ilaçin vetëm me disa fjalë, me një ajet kuranor. Ndodh që ju ta urreni, por është e hajrit për ju, dhe ndodh që ju ta duani, por është e sherrit për ju. Hoxhë nderuar, faleminderit shumë për këtë elaborim kaq të bukur të kësaj teme. Një temë të vërtet që siç e theka edhe në fillim na tangon, mirë po shpresoj që të gjithë ata të rinj të cilët e ndëgjojnë këtë podcast, por të gjithë besimtarët në përgjithësi të kenë përfituar nga ky shpjegim kaq i bukur dhe kaq me vend i kësaj teme dhe shpresë dhënës, sepse me të vërtet kishte ajetu kuranore dhe fjalë që dilnin nga ju që ishin me të vërtet shpresë dhënëse për të rinjt, por për të gjithë ata njerëz të cilët kanë ëndra. Allahu xhaleshanu ju shpërblet, faleminderit edhe ju. Të nderuar shikues, sa dëshira, sa lutje, mirë pas një nuk dim ndoshta ti themi vetvetes që të ndalojmë. E dini kur do të arrijmë kënaqësinë me vetveten, fillimisht do të jemi rahat në momentin që do ta kuptojmë se jo çdo gjë që e duam ne është e nevojshme. Jo çdo gjë që e duam ne na duhet neve. Kënaqësinë do të arrijmë atëherë kur do ta kuptojmë se çfarë na duhet neve dhe jo çfarë duam ne. Për ta kuptuar se çfarë na duhet neve, do të rikthehemi përsëri te ajeti kuranor që e përmendi edhe hoxha i nderuar. Ndoshta ju e urreni një gjë, por ajo është e dobishme, është e mirë për ju, dhe ndoshta ju e doni diçka, por ajo është e dëmshme për ju. Allahu e di dhe ju nuk e dini. Në momentin që do ta kuptojmë se Allahu e di se çfarë është më e mira për ne, besoni se as ankthi,
as depresioni, as stresi, as mërzia nuk do të jenë më pjesë e jetës tonë, sepse thjesht atë që do ta posedojmë do të jemi të kënaqur me të. Deri në podcastin e ardhshëm, ju lëm në mëshirën e Allahu xhashanuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.